Përshëndetje shikues të televizionit Syri dhe të emisionit Bisedë. Tashmë jemi në vitin e ri 2024, po shpresoj që keni kaluar mirë gjatë festave edhe jeni tashmë me energji për punët të reja që ju presim. Po e nisim kështu edhe ne një tjetër sezon të emisionit, ku do të flasim si zakonisht për temat të ndryshme, ndërkaq sot do të flasim për konferencën COP28, që është konferenca për ndryshime klimatike e Kombeve të Bashkuara, ku në fund të vitit të kaluar ka marrë pjesë edhe një përfaqësues nga Kosova, pra bëhet fjalë për Ylli Alia, që është drejtor për rini në YMCA, cilin e ftoj në studio. Ylli, faleminderit që erdhe, është kënaqësi. Është kënaqësi të kem në studio edhe për të bisedu për këtë temë të rëndësishme, për këtë pjesëmarrje të rëndësishme të Kosovës në mesin e 16 vendeve të zgjedhura, ka qenë edhe Kosova. Si erdhi deri tek pjesëmarrja në konferencën për ndryshime klimatike? Po, atëherë po foli pak edhe për rolin e YMCA-s, të më pas kaloj edhe tek përgjigja. YMCA është njëna prej organizatave të pakta e cila ka drejt me marrë pjesë në konferencën e Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike COP, ku këtë vit konferenca është mbajtur në Dubai dhe njihet ndryshe si COP28, pasi është konferencë mbahet çdo vit në vende të ndryshme. Sa i përket përzgjedhjes në këtë rast të YMCA Kosovës për të marrë pjesë në COP, gjatë periudhës shtator, YMCA Bota ka hapur thirrjen që të marrin pjesë të gjitha YMCA të cilat janë të interesuar për të dërguar përfaqësuesit e tyre në këtë konferencë, dhe YMCA Kosova në këtë rast më ka nominuar mua për të marrë pjesë në këtë konferencë dhe ne kemi bërë aplikimin së bashku me YMCA Kosovën. Çfarë vlen të ceket është se gjatë aplikimit kanë marrë pjesë YMCA të gjithë botës, domethënë secili shtet ka pas drejt që mi dërgu përfaqësuesit e tyre dhe më pas është të bërë përzgjedhja nga YMCA Bota, të cilët domethënë kanë pas se cilët antar janë më të përshtatshëm dhe më të denjë për të përfaqësuar YMCA Botën, pasi që në konferencë ne nuk e kemi përfaqësuar vetëm YMCA Kosovën, por edhe YMCA Botën. Pra në një farë forme kemi qenë përfaqësues i zërit të rinjve në kuadër të YMCA Botës. Kjo tregon se është e fuqishme edhe YMCA në nivel Kosove, pasi që jeni përzgjedhur nga gjitha vendet e botës ju për ta përfaqësuar YMCA në këtë konferencë që është shumë e rëndësishme. Po cili është roli konkret i YMCA në këtë konferencë? Çka bën YMCA këto? Atëherë, ashtu që shëcek edhe ti, do më thonë, po lidhna pak me pikën e parë, duke pas parasysh që edhe YMCA ka në bazë punës edhe në bazë të eksperiencës që YMCA Kosovës ka, në këtë rast në YMCA Europe edhe në YMCA Botën, ka arrit që një farforme përfaqësimi jonë të jetë më i lehtë, pasi që YMCA Kosova njihet si organizatë kredibile në YMCA Botën, prandaj ka qenë edhe më lehtë pjesëmarrja jonë në COP28. Ndërsa sa i përket pyetjes cili ka qenë roli YMCA-s, në këtë rast po foli për rolin e YMCA Botës, ku ne si të rinë kemi qenë 16 të rinë nga 16 shtete dhe 16 YMCA të ndryshme, ku kemi marrë pjesë në konferencë dhe në tryeza të ndryshme diskutimi në lidhje me ndryshimet klimatike. Vlen të ceket se konferenca zgjat 2 javë. Unë në këtë rast dhe YMCA Kosova ka marrë pjesë në javën e dytë, ku arsyeja pse ne si YMCA Kosovë kemi dashur me apliku në javën e dytë, ka qenë për shkak se ka qenë dita e të rinjve, dita tokës dhe ditë të cilat përputhen më tepër me agjendën që ka YMCA Kosova dhe strategjinë tonë që kemi si organizat. Prandaj kemi dashur me marrë pjesë edhe në javën e dytë, ku ashtu siç e ceka edhe më herët, aplikimi jonë ka pasur sukses. Ajo që vlen të ceket është se si YMCA Bota, ne kemi marrë pjesë gjithashtu edhe në panelin e diskutimit i cili është mbajtur nga World Fund Foundation, i cila është një organizatë shumë e njohur, organizatë zvicrane, e cila është njëra ndër organizatat në fakt më të rëndësishme për mbrojtjen e ambientit, ku në këtë organizatë YMCA ka organizuar një panel diskutimi ditën e fundit të COP-it,
ku interesimi ka qenë mjaft i lartë. Gjatë këtij panel diskutimi, domethënë kam qenë edhe unë i ftuar, ku së bashku me të rinjët e tjerë të YMCA si YMCA Uruguay, YMCA Philippines dhe YMCA Ireland kemi marrë pjesë në këtë panel diskutimi dhe kemi diskutuar më tepër për opinionin e të rinjëve dhe rolin e të rinjëve në pjesëmarrje në këtë konferencë që është për ndryshimet klimatike. Duke pasur parasysh se konferenca shpesh herë është kritikuar se zëri të rinjëve nuk po dëgjohet sa duhet, për YMCA ka qenë shumë e rëndësishme që roli të rinjëve dhe zëri të rinjëve të dëgjohet, prandaj ka organizuar edhe panelin e diskutimit së bashku me organizatën Worldwide Foundation. Ke pas me ju drejtu atyre që kanë qenë prezent, me qëfar teme konkrete keni folë, kur je drejtuar, a ke folë konkretisht veç për ndryshimet klimatike në nivel botror, a ke folë për situatën në Kosovë, për çka ke folë? Po, atëherë duke pas parasysh se kemi qenë nga shtetet të ndryshme, pyetjet kanë qenë më tepër në lidhje me shtetet tona, edhe si janë të prekura shtetet tona në kuadër të ndryshimeve klimatike. Përpos kësaj, duke pas parasysh që paneli i diskutimit ka pas bëj edhe me opinionin e të rinjve dhe zërin e të rinjve në konferencë, atëherë është domethënë në këtë rast unë kam cekur se si është situata të rinjve dhe ndryshimeve klimatike në Kosovë. Pra pyetjet kanë qenë më tepër në lidhje me Kosovën dhe zërin e të rinjve dhe ndryshimet klimatike në Kosovë, kështu që mund të them që zëri i të rinjve në Kosovë është ndëgjuar edhe në konferencë, në këtë rast edhe në panelin e diskutimit. E si është situata në Kosovë sa i përket ndryshimeve klimatike? Po, në fakt këtë pyetje kum pas edhe gjatë panelit të diskutimit. Ka qenë po e njëjta pyetje. Fatkeqësisht, mund të them që kemi nevojë ende për të përmirësuar si shtet, sa i përket çështjes dhe ndoshta ngritjes së vetëdijes për ndryshimet klimatike, është shumë e rëndësishme që në kurrikulat e shkollës të futet edhe si ndoshta edhe si lëndë mësimore ose si temë diskutimi edhe çështja e ndryshimeve klimatike, pasi që shpesh herë për shembull e marr mend kur kam qenë edhe unë në shkollën e mesme, ndryshimet klimatike janë diskutuar, por janë diskutuar ndoshta vetëm si teme 5 fjali dhe kjo ka qenë e tëra, por mendoj që është shumë e rëndësishme pasi kur isha në COP i kum pa edhe shtete tjera se çysh kanë vepruar dhe çysh kanë si kanë planin e veprimit shtetet e tjera dhe si e ka Kosova. Po, atëherë shumica prej shteteve cilave kum taku për shembull përfaqësues nga YMCA Kanada ose përfaqësues të ndryshëm të Perus ose të shteteve të tjera, ka qenë shumë e rëndësishme pasi ata kanë pas ndryshimet klimatike si pjesë të kurrikulave mësimore. Përpos këtyre, qysh në veçli ata kanë filluar domethënë me eduku fëmijët e tyre, në këtë rast përmes librave me ilustrime, ku është një metodë që mundemi me adaptuar edhe në shtetin tonë, domethënë librat siç janë Borbardha e libra pralla, që ato pralla na mundemi me lidhë edhe me ndryshimet klimatike, që ka qenë formë shumë e mirë, që nashta në Kosovë halas ka ardhur nashta që ajo formë e tregimit, që edukon në këtë rast fëmijët në lidhje me ndryshimet klimatike. Se fatkeqësisht mund të them që të rit ende nuk e kanë vëmendjen atë sa duhet të ndryshimet klimatike, pavarësisht faktit se për shembull e kam vrejt të i punu çdo ditë me të rit, se gjenerat pas gjenerate gjërat po përmirësohen. Për shembull, këtë verë kemi pas Camp Climate që kemi organizuar në kampin Pjetërshan, edhe kemi vrejt që të rit kanë qenë shumë të informuar se sa të rit për shembull gjeneratave të mëhershme. Që një farformet e një lloj shpresë se gjërat po ndryshojnë për pozitivisht, po besoj që është shumë e rëndësishme që domethënë me fut edhe si kurrikul ndoshta nëpër shkolla, po këtu ka rëndësi të madhe edhe organizatat jo qeveritare përmes trajnimeve të cilat i mbajnë, këtë rast YMCA ka edhe një trajnim i cili quhet Atmos, ku në kuadër të këtij trajnimi ne i trajnojmë të rinjt nga mosha 14 deri në 18 vjeç për rëndësinë e ndryshimeve klimatike dhe se si mund të adresojmë ne këto çështje në komunitetin dhe në Kosovën tonë. Po besoj që nevojitet edhe për kraja institucioneve, sa po bëjnë institucionet në këtë aspekt, ose të paktën ajo ju japin juve hapësirën, pasi që ndoshta vetë nuk e kam fokusin të kjo çështje, ajo japin juve hapësirën e duhur për me kontribu në këtë aspekt. Po, atëherë kampi të cilin e përmenda më herët, kampi Camp Climate, ka qenë mbështetje nga komuna Gjakovës, kështu që mund të them që
secili nga ne është duke u mundu, secili institucion është duke u mundu mi bë punën e vet, kuptohet ndryshimet klimatike në çështje globale që është mirë secili mi adresu, po kuptohet kemi mbështetje edhe nga komuna edhe nga institucione tjera në lidhje me çështjet klimatike. Vetë fakti që komuna ka mbështet kampin Camp Climate tregon se edhe ata japin rëndësi kësaj çështje. Kështu që është e rëndësishme me pas edhe mbështetjen, duke ditë që kjo është një problem global, kështu që duhet me ditë që me ju ndihmu të paktën, sepse ka njerëz që janë të interesuar të kontribuojnë në këtë aspekt. Nëse niveli qendror ose lokal nuk e ka interesin, ka kush merret, mjafton vetëm një përkraje sado e vogël për juve. Rikthehemi sërish tek konferenca. A keni pas mundësi me dhënë propozime konkrete për ndryshimet klimatike? A keni pas mundësinë? Atëherë, pindoj edhe pak ku kemi marrë pjesë si YMCA. YMCA ka qenë e ftuar edhe në një tryezë të rrumbullakët e cila është organizuar nga UNFPA edhe UNICEF-i, ku si temë diskutimi ka qenë Youth, Peace and Security, ku për neve si YMCA, në këtë rast edhe në Kosovë, ne kemi si pjesë e strategjisë tonë të re që mi shtyp procesin përpara që rezoluta për Youth, Peace and Security të miratohet edhe në Kuvendin e Kosovës, kështu që ka qenë kënaqësi e veçantë që për mua në këtë rast edhe për YMCA Kosovën që të merr pjesë në këtë tryezë, pasi që është një çështje që ne po lobojmë që të miratohet edhe si rezolut në Kuvendin e Kosovës. Kështu që gjatë kësaj tryeze është të diskutuar domethënë roli të rinjve në lidhje me ndryshimet klimatike dhe avokimi dhe zgjidhjet që të rinjët po bëjnë në shtetet e ndryshme dhe se si po e adresojnë ata problemet për ndryshimet klimatike në shtetet e ndryshme. Ajo që dua të cek është se si YMCA kemi drejt që të marrim pjesë edhe në negociatat e cilat ndodhen në OKB. Në këtë rast roli jonë është rol observues ku ka një ulse. Po, YMCA ka 10 ulse në konferencë ku domethënë shumë pak organizata në këtë botën i kanë 10 ulse dhe YMCA duke ditë faktin që është organizata më e vjetër e trive në botë, i ka 10 ulse dhe këto 10 ulse na jemi mundu mi shfrytzuar maksimum që zoni i trive në farforme mund dëgju. Sa i përket edhe pyetjes tënde se a mundemi me jap sugjerime, ne kemi drejt me jap sugjerime ose me shtu komente si në rolin e observuesit, ndërsa atëherë është çështja e shteteve se si dojnë shtetet mi pranu këto komente edhe a dojnë mi shtit si pjesë e negociatave dhe si pjesë e marrëveshjeve të cilat ata i nënshkruajnë në COP28. A kishte përfaqësues të shtetit Kosovës atje që të paktën me qenë rjedha dhe ata që po diskutohet për këtë temë? Atëherë Kosova këtë vit e di që ka marrë pjesë me një numër të madh delegatësh. Për momentin Kosova ende nuk është anëtare me drejtat plota në këtë konferencë. Kështu që fatkeqësisht unë nuk mujt mu taku me delegacionin e Kosovës, pasi që ata kanë qenë javën e parë si pjesëmarrës në këtë konferencë, ndërsa unë kam qenë në javën e dytë, por e di që edhe Kosova këtë vit ka qenë shumë aktive duke marrë pjesë në panelet të ndryshme, edhe e di që së bashku kanë nënshkruar edhe një marrëveshje me Amerikën, e cila ka të bëj me coal reduction. Ajo që vlen të ceket është se unë personalisht jam mësu shumë kur e kam pa që edhe Kosova më në fund ka drejt, pasi që kur kam qenë në COP 26 në këtë rast në Glasgow, Kosova nuk ka qenë fare prezente aty dhe kam qenë i riu i vetëm nga Kosova që kam përfaqësu në këtë rast, munda më thonë, zërin e të rive në këtë konferencë. Po i bie 2 vjetë diferenca kur ke qenë herën e parë edhe kur ke qenë tash, edhe pse tash përmdo këtë edhe roli ytë ka qenë më i rëndësishëm. Muna më thonë që edhe atëherë ka qenë e rëndësishme roli në këtë rasti YMCA, se edhe atëherë kemi pas një farforme e kemi shfaq një film i cili u shfaq në kinema në konferencë, ku muna më thonë që audienca ka qenë dikun 200 veta dhe kanë pa do më thonë punën që bën YMCA Kosova për çështjen e agjendës së gjelbërt, edhe ka qenë një promovim i mirë i Kosovës në këtë konferencë. Kështu që muna më thonë që roli në 2 konferencat, edhe në COP 26 edhe në COP 28 ka qenë pothuajse i njëjtë,
po secila ka pas ato specifikat e veta. Edhe secilin vetë është një temë e caktuar, këtë vit ka qenë lëndët djegëse fosilore, nëse nuk gabohem, ka qenë tema. Pse është zgjedhë pikërisht nuk është diskutuar më herët për lëndët djegëse fosilore mjaftueshëm? Si shkon përzgjedhja e temës në konferencë pak a shumë ta kemi të qartë? Atëherë, konferenca këtë vit ka pas shumë rësi, edhe pavarësisht disa kritikave të cilat kanë qenë në kuadër me konferencën, muna më thonë se prap konferenca ka prek çështjet që nashta për shembull në COP26 nuk janë cek. Njëri prej tyre ka qenë edhe edukimi i të rinjve, masanaj u konë Youth Day, domethënë këtë vit konferenca secilën ditë ka pas një temë caktuar. Edhe që ceka dhe më herët, domethënë arsyeja sepse jemi ardhur në javën e dytë si YMCA Kosovë, ka qenë për shkak se ka qenë dita e të rinjve, dita e natyrës, ditë të cilat ose çështje të cilat na shqetësojnë edhe neve si Kosovë, po edhe si YMCA. Për këtë arsye, domethënë kemi marrë pjesë. Ndërsa sa i përket pyetjes tënde, sa i përket lëndëve djegëse, arsyeja mund ta më thonë se pse është cek është për shkak se vitet e kaluara, për shembull e marr mend në COP26, është diskutuar shumë si temë, edhe është kritikuar ndoshta edhe kopi pak për faktin se nuk është prek ndoshta si çështje caktuar, kështu që këtë vit e kanë pa edhe rëndësinë, po i kanë marrë edhe kritikat edhe kanë kthyer domethënë në plan konkret ku këtë vit është trajtuar edhe si çështje. Njëjta ka ndodhur edhe me Youth edhe Education Day, e di që në COP26 për shembull si konferencë është bërë thirrje të kohën për organizatave, po edhe për trive që zëri trive mu dëgju sa më tepër, edhe për shembull këtë vit COP28 e ka ndosur si ditë veçantë edhe Youth Day, edhe më pas edhe Education Day, që mendoj se janë shumë të rëndësishme, tu e ditë që përmenda kurrikula dhe sistemi arsimor ka shumë rëndësi nëse dojmë ngritë çështjen e ndryshimeve klimatike dhe me vjedisur rinin tonë. Jo vetëm rinin, po krejt popullatën, se kjo është çështje e krejtëve. Patjetër. Ke pas mundësi me bisedu me kolegë të shteteve të ndryshme, madje dhe shteteve që se ka njohur Kosovën. Si ka qenë eksperjenca me ata kolegë, me ata përfaqësues? Atëherë, mua më thonë që nisan shka më pëlqen të YMCA është se pavarësisht se prej cilit vend je, prap ju bashkan një qëllim që është që zëri të rive mund dëgju sa ma fort. Do më thonë për neve, në këtë rast edhe për mu, nuk e kum pas problem me kalu mirë edhe me shtetet e tjera, për shembull kum kriju miqësi me Uruguayn, Filipinet, edhe shtetet që hala nuk e ka njohur pavarësinë. Po në këtë rast ne kemi qenë të unifikuar për shkak se aty kemi qenë me një qëllim që një farforme me lobu që zonit të rive mund të dëgjojnë në secilën tryezë, edhe në secilën konferencë dhe paviljen, kështu që për neve ka qenë më e rëndësishme ajo pjesë. Po munda më thonë që shumë prej personave që kum taku kanë shpreh dëshiren, edhe pavarësisht që për shembull Uruguay në këtë rast nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, kanë shpreh dëshiren që me ardhmë na vizitu, edhe kemi kriju miqësi shumë të mirë me delegatë tjerë, domethënë të shteteve të ndryshme. Se përpos YMCA-s kum pas raste me taku edhe 3 nga krejt bota, gjithashtu edhe lider të shteteve të ndryshme, kum pas raste mi pa, edhe ka qenë shumë e rëndësishme edhe për ta, domethënë me pa edhe me ndëgju që Kosova është prezent. Shumë herë ju çuditë edhe ata se për shembull në javën e dytë fal YMCA Kosovës, domethënë unë kam qenë i riu i vetëm në javën e dytë nga Kosova dhe shpesh u çuditshëm kur e përmendshë këtë fakt se për shembull secili shtet i ka pas trit e vet, domethënë ka 10 tri secili shtet, kështu që ka qenë shumë e çuditshme për ta kur ju tregojshe që Kosova për momentin për shembull nuk e ka një numër të madh të përfaqësuesve. Kuptohet ju që kemi dëshirë, por për shkak se akoma nuk jemi antar në OKB. E kuptueshme kjo. Po ju dhe çka fiton konkretisht YMCA Kosova me këtë pjesëmarrje? A fitojmë diçka? Po, atëherë përpos... Përveç marrjes së metodave, dëgjimit të ndarjes së përvojave me të tjerët, çka mundemi përfitu nga kjo pjesëmarrje? Po, atëherë përpos promovimit edhe vetë shtetit tonë, që është shumë e rëndësishëm, e duke pas parasysh që në këtë konferencë Kosova dëgjohet shumë pak, në krahasim me shtetet tjera, është shumë e rëndësishme që domethënë të tregojmë që edhe ne jemi prezent aty si shtet.
po edhe si YMCA. Në këtë rast, shka vlen mu cek edhe shka është të rëndësishme edhe shka fit impruese për neve është që fal bashkëpunimeve dhe fal njerëzve që takon të shese qëfar zgjidhje kanë ata edhe që ato zgjidhje ti mund është mi pu edhe në shtetin tonë. Për shembull, që përmenda ma herët e kemi programin e ri i cili do të lansohet domethënë nga muaji janar që i ftoj kreditë me apliku në këtë program që quhet Atmos, që ka të bëjë me ngritjen e vetdijes për ndryshimet klimatike më saktësisht tek të rinjët, domethënë që ato praktika që ju marr prej YMCA-ve tjera, prej shteteve tjera, ne që ato praktika do të inkuadrojmë edhe në kurrikulen e Atmosit. Që fal ekspozimin në këtë konferencë, informatat kanë qenë shumë mëdha dhe ki pas qasje me marrë ato që ty doken më të përshtatshme dhe që ato nështë eksperienca, që ato informata me prunë Kosovë, gjë që është shumë rëndësishme, se është shumë, muna më thonë, nështë letë ka me marrë pjesë në për eventet rëndësishme, për në qofë se nuk bjen kur gjo në qatë vend ku e ka punan, ose në qatë shtet ku e ka punan, atëherë, që më thonë, pjesëmarrja është e kodë. Po, ne po mundohemi që qato eksperienca dhe qato informata mi përfshi në kurrikulen e rej, që kemi për ndryshimet klimatike, që të rritë një farforme me përfitu edhe me vedisu ma tepër. Çfarë moshe mundën me marrë pjesë në këtë projekt edhe kur fillon implementimi? Atëherë, aplikimet hapen këtë javë, që do të thotë të rinjët prej moshës 14 deri në 18 vjetë kanë drejt me apliku. Përpos këtij programi, ne kemi edhe programet e tjera që janë programet e leadershipit, programet e shëndetit mendor, ku i ftojmë prapë të rritë me apliku, pasi që janë programet që përfitojnë të rritë me mënyra të ndryshme. Ndërka që po du me të pyet pak edhe për eksperiencën personale, si të duk Dubai, se këto konferenca t'japin mundësinë edhe me qenë pjesë e eksperiencave të ndryshme brenda një shtetit caktuar. Këtë vit ka qenë Dubai, vitin e kaluar kanë qenë, nuk më kujtohet cili vit. Vitin e kaluar ka qenë në Egjipt, ndërsa COP26 ka qenë në UK, ose në Britani. Si të duk Dubai, kultura? Atëherë, muna me thonë që konferenca u konë shumë intensive, se... S'ke pas kohë, ndështë? Kum pas kohë, fatë mirësisht, pasi që qushe ceka dhe ma herët kemi pas shumë raporte mitësuar të mira me delegatet e tjerë të YMCA-ve, edhe konferenca, do me thonë, ja ka fillu në ora 9 dhe përfundoi në ora 6. Që ka qenë kohë gja intenzive, po pas orës 6 kemi pas mundësi edhe me vizitu edhe Dubajin, që muna me thonë që është një qytet nashta unik performance se qështë është ndërtu, po unë personalisht se shumica për shembull thonë Dubai me jetu, kishin pas jef, unë për vetin nuk e kisha pa vetin me jetu në Dubai, pasi që ma tepër më pëlqejnë sa në që janë ma naturale. Po si mundësi, do me thonë, është shumë e mirë, kështu që kush ka mundësi është mirë edhe me shumë i vizitu, pasi që është një kulturë tjetër prej kulturës evropiane. Edhe organizatat, si në këtë rast YMCA, t'japin mundësi të mira edhe me vizitu vendet botës, ku shpesh edhe shpenzimet janë të mbuluara prej organizatës ose prej mikpritësit që ju pret atje, kështu që sa ma shumë të ri me qenë pjesë të organizatave rinore, aq ma mirë. Ylli, një mesazh përfundimtar për të rinjt se si sa ndikon pjesëmarrja e tyre në aktivitetet tilla tek ndryshimet klimatike, një mesazh për gjithë të rinj. Atëherë, që të mesazh, mund më thonë që kur i kemi ceremonitë e certifikimit, ku i certifikojmë të rritë çdo vit, gjithmonë e them që është e rëndësishme që të rritë me marrë pjesë jo vetëm në trajnime që kanë të bëjnë me ndryshimet klimatike, po në lidhje me çdo çështje tjetër, siç janë temat për zgjidhjen e problemeve në komunitet, tema të ndryshme, është shumë e rëndësishme që të rritë të jenë aktive dhe me marrë pjesë në sa më shumë trajnime. Ajo se shka i bën një të ri me dallu për një të riu tjetër, i cili për shembull e ka njek vetëm shkollën, po më pas CV-ja ti është e zbrazd, shka bën me dallu është që CV që është e mbushur me trajnime, edhe nesër mas nesër kur do me apliku për shembull me një universitet ose me një vend pune, ajo se shka të bën ty me dallu është që ajo CV edhe që ajo punë që ti e ki bo mas orarit të shkollës. Kuptohet edhe shkolla ka rëndësinë e vet, po është mirë që të rritë me qenë sa ma shumë aktiv edhe mi gjetë veten në për trajnime të ndryshme, se një farforme
nuk i qësh mi ditë çka të pëlqen nëse nuk e provon veten në tema të ndryshme ose në trajnime të ndryshme. Kështu që kisha ftu krejt të rit me marrë pjesë në sa më shumë trajnime që organizohen, jo vetëm për YMCA-s, po për të gjitha organizatave, në mënyrë që edhe ata mi gjetë veten edhe me pasë çka ju pëlqen më tepër. Ylli, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Bisedë, ishte kënaqësi të të kem sot në studio, e vetë suksese. Faleminderit edhe juve për ftesën, si dhe urime vit të ri. Ishte kjo pjesa e bisedës, ndërkaq tani është koha për storjen e ditës. Ka kaq shumë vende për të parë në botë. Turizmi internacional ka shënuar rritje pas pandemisë. Ndonë se mund të keni udhëtuar në shumë vende, ka akoma shumë të tjera që janë të pazbuluara. CNN ka bërë një listë të vendeve që ja vlen të vizitohen në vitin 2024. Sumba Island, Indonezi. Për ata që kërkojnë një destinacion me plazhe që japin përparësi jetës në komunitet, ky ishull e ofron pikërisht këtë. Me fshatrat e saj të largët, pyjet e paprekura, ritualet e lashta dhe pushime për surf të klasit botror, Sumba është e kundërta asaj që ofron Bali që është vetëm 1 orë larg. Sumba është 2 herë më e madhe se Bali. Ishte resorti Nihi Sumba që solli këtë ishull në sytë të gjithëve kur u hap fillimisht në vitin 2012. Gjiri detit të Zi në Turqi. Pjesa quajtur Karadeniz në regionin e detit të Zi ofron një pamje ndryshe të këtij rajoni. Me më pak turistë dhe mot më të ftohtë dhe klimë të lagësht, rajoni ka qytete dhe fshatra historike, si dhe plazhe që ofrojnë mundësi argëtimi. Në verë është një aratisje freskuese nga rajonet më të errta të Turqisë. Vizitorët mund të eksplorojnë rrugët e lashta që ende i bëjnë njohur zhurmës së çekiçëve të farkëtarit Safranbolu, të shijojnë jetën në plazh në Amasra dhe të ngjiten atje ku një nga manastiret më të vjetra në botë ngjitet në një shkëm në Sumela. Tartu, Estoni. Tartu në Estoninë Jugore është emëruar kryeqytet i kulturës evropiane për vitin 2024, me vëmendje të veçantë që i kushtohet puthjeve. Një nga pamjet më të famshme të këtij qyteti universitar është statuja e tij e 2 studentëve në një përqafim pasionant. Por këtu, në qytetin e mendimeve të mira, dashuria është më shumë e mendjes se sa trupore. Tartu është i njohur si qendra intelektuale e Estonisë, shtëpia e universitetit të saj më të vjetër, si dhe muzeu kombëtar i Estonisë që duhet vizituar dhe qendra shkencore mbretërore AHA, muzeu më i madh shkencor në Baltik. Qyteti i vjetër është vendi përsosur për të vendosur, por në veri të qendrës së qytetit, në brigjet e lumit Emajogi Supillim, ja vlen gjithashtu të vizitohet. Kjo lagje historike e mbushur me shtëpi të bukura prej druri ishte më parë një lagje e varfër, por tani po bëhet një nga adresat më të dëshirueshme të qytetit. Tainan në Taiwan. Duke festuar 400 vjetorin e tij në 2024, Tainan është bërë një pikë e nxehtë e Taiwanit në skenën ndërkombëtare. Ky qytet jugore ka tejkaluar kryeqytetin Taipei për të mburur me normën më të lartë të frekuencës së përgjithshme të hoteleve në Taiwan në 2 vitet e fundit. Por çfarë bën atë kaq të veçantë? Tainani konsiderohet kryeqyteti i ushqimit rrugor të Taiwanit dhe është i dashur për supat e tij të viçit dhe omletat me gozhdetje, peizazhet natyrore të botës tjetër, perëndimet piktoreske mbi fermat e kripës, tempujt e vjetër shumë ngjyrësh dhe muzeet e rinj. Michigani, veri perëndimor. Liçeni freskues dhe i pakripur i Michiganit tërheq ngarkesa me barka me turistë gjatë verës, por Bregdeti, qytetet e çuditshme dhe fshatrat rrotulluese të Michiganit veri perëndimor kanë shumë për të ofruar gjatë gjithë vitit. Në gjirin Grand Traverse, Traverse është një bazë e shkëlqyeshme për të eksploruar kantinat e verës në gadishujt Old Mission dhe Leelanau, ose për të mbledhur qershi ose molla gjatë sezonës. Nga Traverse City, autostrada piktoreske M22 po shkon nga dishullin
Llanau dhe lidhet përsëri përmes Liland, shtëpia një shati historik peshkimi dhe një koleksioni dyqanesh dhe galerish interesante. Glen Arbor është një qytet tjetër që ja vlen të vizitohet gjatë rrugës për në bregun kombëtar të liçenit të Ariut të Vjetur. Rruga e ciklit Transdinarika Ballkani. Pritet të lansohet në vitin 2024 rruga e ciklit Transdinarika, që do të jetë rruga e parë dhe e vetme e biçikletave, që do të lidh 8 vendet e Ballkanit perëndimor. Shtegu me 100 faza është projektuar për ciklistët e të gjitha aftësive dhe 4000 kilometrat e tij, apo 2485 milje, që përbëhen nga rrugë të qeta të asfaltuara, shtigje pyjore dhe shtigje biçikletash. Ngasësit mund të shijojnë brigjet nga Shqipëria dhe Kroacia, parqet nacionale të Kosovës, malet e Malit të Zi, pyjet e shumta dhe lumenjt përgjatë Slovenisë, Bosnjë Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Kulebra në Porto Rico. Porto Rico është një ishull i madh për t'u aratisur, po çka nëse ti ke dëshirë të aratisësh nga aratisja një ishulli të madh? Aty edhe gjendet Kulebra. Është mbi 20 milje në lindje të gjirit të Puerto Ricos dhe shumë larg nga zhurma e natës e San Juan. Pjesa kryesore këto janë aktivitetet jashtë. Ja vlen të vizitohet plazhi Flamenco, i cili ka shumë valë që bën një vend të shkëlqyeshëm për notin, snorkelin dhe notin në përgjithësi. Angola. Ky kombi i Afrikës së Jugut po përpiqet shumë të bëjë një pushim në skenën e turizmit, pasi së fundmi ka prezantuar një vizë elektronike turistike me miratim të shpejtë. Ndërsa infrastruktura kryesore turistike mund të mos jetë kryeqyteti i Luandës, ka një reputacion si një qytet i kushtueshëm për festa, po në hapësirat e hapura përtej, Angola ka disa peizazhe spektakolare që bien në sy dhe ka kënaqësi kulturore. Qyteti i dytë Lubango ofron arkitekturë koloniale portugeze, një statuj mbreslënse në majtë të kodrës së Krishtit mbret në stilin e Rios dhe akses në Gap Tundavala, një zhytje marramense nga tokat e ftohta në rashnalta bezulluese me pluhur. St. John, New Brunswick në Kanada. Ky qytet i vogël simpatik është një bazë e shkëlqyer nga e cila mund të shihoni xhirin aty pranë, i famshëm për baticat më të larta në botë. Vetë qyteti është i mbushur me arkitekturë historike, duke përfshirë tregun e qytetit St. John, një vend historik kombëtar i Kanadas. Ndërtuar nga viti 1874 deri në 1876, ajo është mbushur me dyqane dhe vende ushqimi. 5 minuta në këmbë larg është qendra e arteve St. John, vendosur në ndërtesën historike Carnegie të qytetit, ajo është e vetmja ish bibliotek Carnegie në Kanadën lindore. Për sa i përket akomodimit, ka vila buzdetit, hotele, motele, kampe, bujtina historike dhe Airbnb. Ushqimi këtu është po aq i shkëlqyeshëm sa do të prisnit nga një qytet detar në Kanada me një gamë të gjerë nga ushqimet e lira deri tek ushqimet e shkëlqyera. Shqipëria. E vendosur në bregdetin e Adriatikut midis Greqisë dhe Malit të Zi është për t'u habitur si Shqipëria nuk ka qenë një destinacion popullor më parë. Çmimet miqësore kanë bërë që turizmi të lulëzoj viteve të fundit, aq shumë sa që në vitin 2023 një numër rekord italianësh u dyndën në gjithë Adriatikun për pushimet e tyre të volitshme verore. 2024 e gjen me hapjen e një aeroporti të ri në Vlorë, por Shqipëria ka shumë më tepër për të ofruar se sa bregdeti i saj. Vendi ka një kulturë të pasur duke përfshirë historinë krishtere myslimane me qendra historike si Berati dhe Gjirokastra, si dhe me peizazhe manitse të cilat i ofron thethi. Në vitin 2023, Shqipëria mori parkun e parë kombëtar të lumit të egër në Evropë rreth lumit Vjosa prej 270 kilometrave. Siena në këtë listë ka futur edhe Korenë Jugore, Kilin, ishujt Abrolhos në Australi, Maqedoninë në Greqi, Panaman, Galicia në Spanjë, ishujt në det të hapur në Singapur, Merida, Meksik, Marokun, burimin e ujit të freskët në Florida, shtetin kodrinor të Teksasit, Fujairah në Greenland e shumë të tjera. Miq të emisionit Bisedë, ishte krejt kjo çka kishim përgatitur për ditën e sotme. Unë juftoj të qëndroni me programet e televizionit Syri e ne shihemi sërish të premten. Tung tung.